Një nga zërat më novatorë të letërsisë evropiane, Georgi Gospodinov, vjen sërish në gjuhën shqipe me ribotimin e romanit që e bëri të njohur në mbar kontinentin, Roman Natyral. Vepra e përkthyer nga Janka Selimi, një prej emrave më të spikatur në fushën e përkthimit letrar, është risjell për lexuesin shqiptar përmes një botimi të ri që i jep një jetë të dytë një romani të pazakont, i ndërtuar jashtë rregullave tradicionale të rrëfimit. Roman Natyral është një eksperiment i guximshëm dhe i çiltër mbi identitetin, ndarjen, dashurinë dhe vetë procesin e shkrimit. Një burr i sapo ndar nga gruaja e tij, e cila pret një fëmijë me dikë tjetër, përpiqet të rindërtojë jo vetëm jetën, por edhe vetveten përmes fjalëve. Çfarë ndodh kur historia që do të tregosh është e patregueshme? Kjo është pyetja që shtyn përpara çdo faqe të romanit. Fal saj kemi përkthimin për herë të parë të Gospodinovit. Georgi Gospodinov është një nga autorët më të mëdhenj jo thjesht të lindjes po të Europës. Ju e dini që 2 vjet më përpara mori çmimin e madh Man Book Prize International dhe nga ana tjetër është nga autorët teknikisht më të vështirë. Kuptohet që zonja e ka përkthyer jashtëzakonisht mirë me një regjistër të kujdesshëm në shqip, sepse gjuha e saj e parë është bullgarishtja, por mbi të gjitha dhe me nuancime të duhura të njërit prej romaneve që flet për identitetin, për kujtesa, nga më të vështirët e kohës tonë. Mes absurdes dhe ndjeshmërisë, romani na ofron pamje nga një realitet i përmbysur. Libri për herë të parë është botuar nga Poeteka, një shtëpi botuese e cila ka kontribut të jashtëzakonshëm për letërsinë ballkanike, dhe në ditët e fundit është sjell nga Papyrus, duke pasur parasysh peshën e Gospodinovit dhe mbi të gjitha sjelljen e tij për ta bërë më të përshtatshëm në një kohë kur kujtesa dhe identiteti janë shumë të përshtatshëm edhe për realitetin tonë. Georgi Gospodinov është sot një nga shkrimtarët më të përkthyer të Bullgarisë, i vlerësuar në të gjithë botën. Fal përkthimit mjeshtëror të Janka Selimit, një emër që i ka dhënë lexuesit shqiptar, disa nga autorët më të rëndësishëm të letërsisë moderne botërore, Roman Natyral mbërin sërish si një dëshmi e fuqisë së fjalës dhe lirisë që lind nga rrëfimi, edhe kur ai vjen i çorganizuar, i përçarë dhe i mbushur me dyshime.